Për një njeri pa një rol formal në Shtëpinë e Bardhë, Jared Kushner javën e kaluar doli në qendër të vëmendjes si emisari Donald Trump në lindjen e mesme, ndërsa administrata merrte lavdë për arritjen e një armpushimi në Gaza javën e kaluar. Kushner, dhëndri i Trump, qëndroi në sheshin e pengjeve në Tel Aviv, duke u drejtuar një turme të etshme që kishte përshëllyer përmendjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu dhe më vonë shpërtheu në brohoritje. Faleminderit Trump. Ishte një ndjenjë fort diplomatike për një burr, shefi i të cilit kishte kërcënuar të shkaktonte ferr në Gaza. Por trashëgimtari i buti perandorisë së pasurive të patundshme të babait të tij është bërë në heshtje një kanal kyç për shtrirjen e Trump në lindjen e mesme, ka shfrytzuar Rolodexin e tij të udhëheqësve në rajon dhe për të fituar një shumë të madhe nëse qëllimi i rindërtimit të Gazës realizohet ndonjëherë. Ky moment ka qenë një rikthim i dukshëm në politikë pasi Kushner dhe gruaja e tij Ivanka Trump praktikisht u qëndruar nga politika pas trazirave të 6 janarit në Kapitol të SBA-s që pasuan me humbjen e Trump në zgjedhjet e vitit 2020. Tani Kushner, i cili menaxhon miliarda dollar në investime, përfshirë ato nga Arabia Saudite dhe Fondi Sovran i Pasurisë së Katarit, në kompaninë e tij të investimeve Affinity Partners, qëndron në qendër të pushtetit në Washington DC. Administrata ka mohuar se ka konflikt interesi në punën diplomatike të Kushner, ndërkohë që vazhdon të drejtojë një fond investimi që menaxhon miliarda dollar nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe fondet shtetërore të Katarit, shkruan The Guardian. Kushner, i cili lindi në një familje hebraike ortodokse në New Jersey, nuk kishte përvojë të mëparshme në diplomaci, përpara se të propozojë nga babai i tij, zhvilluesi i pasurive të patundshme në New York, Charles Kushner, për të bashkuar me administratën e parë të Trump. Ai u tall pas një interviste të hershme në mandatin e parë të Trump, kur tha se e kishte studiuar këtë tani për 3 vjet. Tani JD Vance dhe mbështetës të tjerë të administratës kanë filluar të ripostojnë komentet me një ndjenjë justifikimi. Kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë në janar, Kushner dhe Ivanka qëndruan në mega rezidencën e tyre prej 24 milion dollarësh në Miami dhe nuk morën asnjë rol formal në tranzicion, duke mbajtur më shumë distancë midis tyre dhe administratës sesa gjatë mandatit të parë të Trump. Për shumë njerëz, roli qendror i Kushner në negociata ishte i panjohur, derisa ai dhe Tony Blair morën pjesë në një takim në Shtëpinë e Bardhë në gusht për të diskutuar planifikimin për qeverisjen e pasluftës e rindërtimin e Gazës. Sipas zyrtarëve amerikan, Kushner dhe Witkoff kishin marrë autoritet praktikisht të pakufizuar nga Trump për të bindur të dyja palët të bien dakord për një armpushim nga një takim me dyert të mbyllura midis Trump dhe udhëheqësve arab gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s për të testuar një propozim prej 20 pikash për Gazën, deri tek bindja e Netanyahut për t'i dërguar një mesazh faljeje kryeministrit të Katarit pas sulmit ajror izraelit në Doha muajin e kaluar, e deri tek takimi pa precedent midis zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë dhe Hamasit, që çoi në shansin më të mirë për t'i dhënë fund luftës në Gaza që nga fillimi i saj në tetor 2023. Që nga mandati i parë i Trump, than diplomat dhe bashkëpunëtor, Kushner kishte shtyrë përpara një vizion se konflikti izraelito-palestinez ishte një pengesë që pengonte një afrim të gjerë midis Izraelit dhe shteteve arabe, veçanërisht shteteve të gjirit Arabi Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, që mund të transformonte rajonin ekonomikisht. Pas sulmit të Netanyahut dhe Katarit në fillim të këtij muaji, Kushner dhe Witkoff thuhet se kanë ndjerë një mundësi, pasi udhëheqësit arab u shqetësuan se sulmi mund krijonte një precedent për sulme të mëtejshme në rajon. Në një bashkëbisedim të raportuar fillimisht nga Wall Street Journal e më pas të konfirmuar nga zyrtarët amerikan, Kushner dhe Witkoff i diktuan faljen kryeministrit të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, të cilën Netanyahu e bëri në telefon pak para se ai dhe Trump të shfaqeshin së bashku në një samit në Shtëpinë e Bardhë në fund të shtatorit.